Eda Grimci, doktor, si e shpjegoni faktin që 2 tecet lundruese, të cilat gjatë vitit 2026 thuaj se nuk javë vënë fare në punë, tani kërkohet të paguajnë $23 milion për operimin dhe mirëmbajtjen e tyre për 2 vitet e ardhshme. Dhe mbi të gjitha, si mund të hapet një tender i tillë kur qarkullojnë pretendime se kompania fituese Erenco është e paracaktuar? A kemi të bëjmë me një tjetër aferë korruptive ku shqiptarët paguajnë miliona për një aset që nuk prodhon energji? Si mundet SPAK? Nuk e sheh, nuk heton. Lubia e korrupsionit është autorja e tigrave që u quajtën bashkë me Edi Ramën. Nga ato monstra të vendosura në brigjet e Vlorës, Edi Rama dhe Lubi Balluku përfitojnë 10 milion euro. Nuk kanë si të heqin ata. I kanë ngulë aty dhe tani hajde të vazhdojmë të vjedhim sa më shumë bashkërisht. Dora e Ramës dhe Lubis janë vetëm ato dhe askush tjetër. Si mundet që SPAK nuk heton? SPAK është faktur, instrument ose organizate Partisë Socialiste. Nuk mund të hetoj. SPAK bëri një përpjekje, një prokuror i guximshëm bëri një përpjekje me Lubin dhe ai u bllokuar në mënyrën më trishtuese. Nuk ka hetim për Ramën dhe Lubin dhe rrethin e tyre, nuk ka.